se tha dhe boksieri. Okej, atëherë Giulio Vrendosi është një emër që më shumë se çdo lloj komenti ka folur përmes rezultateve të tij. Atëherë kampion për të 8-ën herë nëse gaboj, Giulio duke filluar me grup moshat e ndryshme. Po duket se ka një lloj hile në ndeshjet që ti zhvillon me pak ndeshje. Nuk e di, të rriqen si e vlerëson këtë, të rriqen bokserët e tjerë apo? Po, deri tani janë tërhequr. Kampionatin e fundit që kishim në Durrës, mu tërhoqën shumë bokserë. Ku boksieri që u ndesh muja ishte në peshën time para pak kohë dhe zvendçoi peshën në vit. Vaj me peshën e mujës. Vetëm për mos u ndeshur me mua. E qartë. Atëherë, një vlerësim jo vetëm të ecurisë së pashme, por konkretisht të kampionatit fundit. Mbani medaljen e 8 tashmë në gjyksim tuaj si kampion. Që do të thotë edhe boksiri me luftarak. Po, është dhe drejtë. Me 7 kupa dhe këtë radhë ju dha edhe aty për Dorilja për mos nxjerr këtë boksiri më i mirë, ja dhan vendit organizator dhe ky u shpat boksiri me luftarak. Do të thoya që në ky kampionat nuk e vlerësoja veten, nuk e vlerësoj veten si boksier me një ndeshje ose me 2 ndeshje u bëra. Që u ndesha, se këto ishin ndeshje të thjeshta dhe unë i mbylla shpejt. Fakt veten e vlerësoj atje ku unë kam rivalitet edhe ku ndeshem pa më boks. Po në këto ndeshje nuk them se ishte një merit shumë e madhe për mua. Merita më e madhe për mua është kampionati me të rritur ku unë do ndeshem në shtator dhe atje dua që të dal kampion. Unë do të ngacmoj pak në kampionatin botëror në Azerbajxhan, nuk e di nëse rezultatet e pritshme nga ana jote, domethënë pretendoj kaq apo më tepër. Jo, unë pretendoja shumë tepër nga aq. Po atëherë pse? Ishin kushte. Atëherë pa trajner. Ishin, jo, s'është vetëm ajo pa tani, po ishin disa probleme të mia që jo vetëm probleme, po ana morale, ana fizike, shumë gjëra. Shumë gjëra ku e çuan ndeshjen në atë